Është ndar nga jeta në moshën 85 vjeçare aktori i mirënjohur Zhani Ziçishti, një nga figurat më të dashura dhe më të vlerësuara të skenës dhe kinematografisë shqiptare. Lajmi i hidhur ka prekur jo vetëm familjarët dhe miqtë e tij, por edhe komunitetin artistik dhe artdashësit në mbar vendin, të cilët e kanë ndjekur dhe duartrokitur për dekada me radhë në teatr dhe në film. Homazhet në nderim të tij janë zhvilluar në ambientet e teatrit të Korçës, ku koleg bashkëpunëtor ndër vite, përfaqësues të pushtetit vendor, si dhe qytetar të shumt, i dhanë lamtumirën e fundit artistit që la gjurmë të pashlyeshme në artin shqiptar. Ndarja e tij nga jeta është cilësuar si një humbje e madhe për artin shqiptar. Aktori Petrik Ariza u shpreh se Ziçishti ishte një artist me botë shpirtërore të pasur, i talentuar dhe me një plastik të mrekullueshme që la gjurmë si në teatr ashtu dhe në kinematografi, duke krijuar figura të paharrueshme edhe në role dytësore. Është një humbje e madhe jo vetëm për familjen, për fëmijët e vet, por edhe për artin shqiptar. Ai ishte një aktor me një botë shpirtërore të pasur, ishte një aktor i talentuar, një aktor me një plastik të mrekullueshme, e cila e ka ndihmuar që të realizojë role mjaft të bukur si në teatr, ashtu edhe në kinematografi, madje edhe në rolet jo protagoniste, në rolet të dytë, ka krijuar figura që mbahen mend dhe do të jenë gjatë në kujtesën e spektatorëve, jo vetëm të Korçës, por edhe të Shqipërisë. Edhe aktori Refik Xhinaku vlerësoi individualitetin e tij skenik dhe interpretimin e thjesht e natyral, duke theksuar se ai do të mbetet i paharruar për publikun korçar dhe më gjerë. Nda nga jeta një nga aktorët nga më të mirët e teatrit të Korçës. Unë kam patur rastin të interpretoj disa role bashkë me të dhe ai shquheshe për një interpretim shumë të thjeshtë, shumë natyral, kishi individualitetin e vetë të skenë. Dhe me të vërtetë, sot është një humbje madhe për teatrin e Korçës edhe për tërë artin shqiptar. Ai do mbetet i paharruar për skenën, për individualitetin, për thjeshtësinë. Ai kishte një gjë të veçantë në skenë që shumë aktorëve ju mungon. Profesori dhe miku i tij Arjan Kallço e kujtoi Ziçishtin jo vetëm si një aktor të shkëlqyer, por edhe si një mik të veçantë me të cilin ndau shumë momente dhe kujtime nga jeta dhe karriera e tij. Humbëm një mik të veçantë, një aktor të mrekullueshëm, aktor i karaktereve dhe i roleve që do të mbeten gjatë në memorien jo vetëm të qytetit tonë, por të gjithë kombit shqiptar. Unë kisha jo vetëm mik, jo vetëm maestro, por dhe komshi. Kështu që kemi ndarë shumë gjëra me aktorin tonë të madh. Më vjen vërtet keq që largohet edhe një ikon tjetër e kinematografisë dhe teatrit tonë, ashtu si pasionet e tija që ishin jo vetëm skena, por edhe makinat. Shpesh takoheshim dhe diskutonim për shumë gjëra, më tregonte historitë e tij, të roleve, të realizimit të roleve, ndoshta edhe jetën e vështirë që pati kur emigroi në Greqi. Në omazhe mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo, i cili u shpreh se Ziçishti i përkiste një plejade të shquar artistësh korçar që kanë dhënë kontribut të vyer në artin skenik dhe filmin shqiptar. Sot jemi në ambientet e teatrit Andon Zako Çajopi duke kryer omazhet për një prej artistëve të shquar të qytetit Korçës, Zhani Ziçishti, i cili u nda nga jeta. Zhani i takon një plejade të shquar të artistëve korçar që kanë dhënë shumë për artin skenik, për filmin shqiptar. Vdekja e tij është patjetër një humbje e madhe në radhë të parë për familjen, për shokët, për miqtë e tij, por edhe për gjithë publikun korçar, edhe për artdashësit në Korçë dhe më gjerë në gjithë Shqipërinë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Ngushëllime përcolli edhe kryetari i Bashkisë së Devollit, Eduard Duro, duke cilësuar aktorin si pjesë e një familje me tradita nga fshati Ziçisht i Devollit. Ngushëllimet më të sinqerta për aktorin e mirënjohur Zhani Ziçishti, një Devolli, një familje me tradita nga fshati Ziçisht i Devollit. Ne i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, por gjithë komunitetit të aktorëve dhe artistëve shqiptarë në Republikën e Shqipërisë.
Drejtoresha e Qendrës Kulturore Blerta Belliu theksoi se kinematografia shqiptare dhe skena e teatrit të Korçës humbën një nga figurat e tyre më të rëndësishme, një artist që skaliti mbi 16 role në film dhe 10 role në teatr. Sot është një ditë e trisht. Kinematografia shqiptare, por dhe skena e teatrit të Korçës ka humbur një nga figurat më të rëndësishme të saj. Zhani Ziçishti ishte një figurë e dashur, një figurë e cila skaliti mbi 16 role në kinematografi, por dhe 10 role në skenën e teatrit të Korçës. Ai do të mbetet për ardarësit, për publikun, por dhe për komunitetin artistik, një nga figurat i cili diti me shumë profesionalizëm të jap kënaqësi, të jap role të jashtëzakonshme dhe unë besoj që ai do të jetojë gjatë me veprën e tij. Shpreh ngushëllimet e sinqerta për familjen, për komunitetin artistik, por dhe për publikun që e duar trokiti në 10 rola. Me ikjen e Zhanit Ziçishtit, arti shqiptar humbi një tjetër figurë të çmuar të skenës dhe ekranit, por trashëgimia e tij artistike do të mbetet e gjallë në memorien e publikut. Rolet që ai skaliti ndër vite do të vijojnë të flasin për talentin, për kushtimin, si dhe dashurinë e tij për artin, duke e bërë të pavdekshëm në historinë e teatrit dhe kinematografisë shqiptare.